Dështimi javën e kaluar që të zgjidhet sërish kryeministër e ka shtyr Albin Kurtin që rrugën t'ia lëshoj mikut më të ngushtë të tij. Me kërkesë të tij si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufca është nominuar si mandatari i dytë për formimin e qeverisë së re. Këtë propozim e bëj për shkak të vlerësimit e besimit të madh që kam dhe që kemi të gjithë ne bashkë të Glauku, por edhe për shkak që të mos bëhen dy herë zgjedhje, edhe në dhjetor, edhe në prill. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar, unë marr vendin e Glaukut e Glauku timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashk. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme. Tani i bie që Kurti të propozohet si zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i punëve të jashtme, kurse Konjufca si mandatar. Kurti tha se pret reflektim nga partitë tjera parlamentare. Po ja japim mundësinë opozitës që t'ja kursej vendit dy palë zgjedhje, sepse mjafton një herë në prill, kur paraqitet çështja e presidentes. Ne do të shkojmë përpara me tentimin e dytë, me mandatarin e dytë, Glauk Konjufcën me qeverinë e njëjtë. Fort i nderuar me këtë nominim u shpreh Konjufca, duke thënë se e pranon atë me përulje dhe obligim. Gjatë pjesës së hapur për media, propozimi nuk u votua, por u mbështet unanimisht nga duartrokitjet e antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes. Kurse pas përfundimit të takimit, Konjufca kërkoi votat e partive deri tani në opozitë, por tha se nuk planifikon koalicion me to. Unë mendoj që ky nuk do t'jetë një proces në të cilin ne do të kërkojmë ndonjë marrëveshje koalicioni me partitë politike. Ideja ka qenë e thjesht ta krijojmë një qeveri të re për me i shmang dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është zgjedhjet e menjëhershme dhe e dyta është që të provojmë të bashkëpunojmë me partitë politike parlamentare për me mujt me e pas Kosova buxhetin e saj për vitin 2026. Afati kushtetues për mandatarin e dytë përfundon nesër dhe nuk dihet ende nëse lëvizja vetëvendosje ka siguruar shumicën e votave për qeverinë e re. Gjatë paraditës së sotme është raportuar se Kurti ka takuar presidenten Vjosa Osmani, por stafi i saj nuk e ka konfirmuar akoma një gjë të tillë. Në rast se presidentja e mandaton Konjufcën, ai ka 10 ditë kohë në dispozicion të dëshmojë që ka shumicën e mbështetjes në kuvend. Nëse qeveria e re nuk formohet as në tentimin e dytë, vendi shkon në zgjedhje të parakohshme.